Mirëmbrëma e mirë se vini në War Report. Do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për të njohur më gjërësisht mbi atë se çfarë po ndodh mbi konfliktet më të nxehta globale. Ka qenë një fundjavë e rëndësishme për presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, duhet thënë një fundjavë ikjesh nga ai që ishte skandali më i madh i korrupsionit i zbuluar brenda qeverisë së tij, që prej nisjes së luftës nga tualetet e Floririt e deri tek valixhet e mbushura me para, Zelensky zgjodhi që këtë fundjavë të humbiste vëmendjen nga çfarë po ndodh në Ukrainë për të shkuar drejt Europës e për të bërë atë që ka bërë në 3 vitet e fundit, kërkimin e ndihmave. Ditën e sotme në Paris, kryeqytetin francez, i shoqëruar nga presidenti Emmanuel Macron, kreu i shtetit të Ukrainës, arriti një marrëveshje historike, duhet thënë, për mbrojtjen e vendit të tij. Parisi zyrtar do t'i jap Ukrainës në 10 vitet në vijim 100 avion Rafale, të njohur në mbar botën për aftësitë e tyre interceptuese, sulmuese në sulme që përfshin ajër, tokë, por gjithashtu edhe në sulme që mund të kryen pikërisht ndaj anijeve kërcënuese detare. Ka qenë pikërisht ky momenti i nënshkrimit të marrëveshjes mes dy liderëve, ndërkohë që Rafale, siç e theksova edhe pak më parë, do duhet të dërgohen në territorin e Ukrainës brenda 10 viteve të ardhshme, do të jenë 100 njësi, ku vetëm një njësi prej tyre kushton 100 milion euro. Do të ndalemi për të parë pak më gjërësisht specifikat e këtyre avionëve, por gjithashtu edhe të një sisteme të mbrojtjes ajrore. Këto janë video të cilat dëshmojnë patrullimin që bën pikërisht avioni Rafale në territore të ndryshme, ka synim kryesor mbrojtjen ajrore dhe superioritetin ajror. Ai ka identifikimin dhe interceptimin e avionëve armik, përdor raketat avancuara Meteor dhe Mika, ka radar AESA me kapacitet për të ndjekur njëkohësisht shumë objekte duke kryer goditje precize me bomba inteligjente. Përfshin disa prej raketave më të njohura deri më tani, siç janë Scalp apo Storm Shadow, dhe gjithashtu mund të kryejë luftë detare kundër anijeve të armikut. Kryen gjithashtu edhe luftë elektronike dhe zbulimi sipas sistemet Spectra EU, ndërkohë që është përdorur në misione strategjike. Ka 2 motor Safran M88, shpejtësia e tij shkon deri në 1912 km/h, duke u bërë shumë i vështirë për të dalluar nga radarët, dhe gjithashtu ka mundësinë për të goditur, siç e theksova edhe pak më parë, në sulme të cilat godasin direkt objektivat ajror, siç mund të jenë raketat balistike, por gjithashtu edhe dronët e armikut, por edhe në sulme toksore dhe sulme detare. Arrin që të mbajë deri në 9.5 tonë armatime, duke përfshirë këtu raketat Storm Shadow, siç e theksova, të cilat arrin në një rrezaveprimi deri në 300 km, por edhe topa për gjuajtje në 30 mm. Ndërkohë, siç e theksova edhe pak më parë, për Ukrainën është diskutuar edhe dhënia e sistemeve të mbrojtjes ajrore, të quajtur pikërisht Stamp-T. Ka një ngjësi të madhe me Patriot, ky sistem i cili është i bashkëprodhuar nga Franca dhe Italia për shkak të kapaciteteve të tij për të goditur 360 gradë me më shumë se 8 raketa njëkohësisht, duke mbajtur raketat të cilat janë të njohura në mbar botën. Aster 30, një raketë kjo e cila shkon në një shpejtësi deri në 1235 km/h dhe arrin që të godas me precizion të lartë objektivat e armikut. Theksova pak më parë veprimtarinë e tij 360 gradë dhe ka lartësinë e interceptimeve 20 deri në 25 km përpara se të shkatrojë edhe objektivat e armikut. Mund të godas raketat balistike me rrezaveprimi deri në 600 km dhe versioni i tij më i fundit ka aftësinë që të godas me saktësi të precize edhe raketat të tjera që të jenë të rrezikshme. Siç e thash edhe pak më parë, për Volodymyr Zelensky ka qenë një fundjavë turneu kjo e kësaj jave për shkak të ndihmës që ka kërkuar, por edhe për shkak të përafrimit marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm një ditë më parë ai u takua me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, ku Greqia duket se ju përgjigj ftesës së bërë nga Donald Trump për të ndalur menjëherë blerjen e gazit rus. Athina zyrtare ka deklaruar se do të blejë gaz të lëngshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat do të mbërrinë me kontenjerë dhe cisterna në portet e saj përtej marrjes së energjisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Athina zyrtare do të shërbejë tashmë edhe si një transportues i rëndësishëm, pasi një pjesë të gazit që do të blejë nga Shtetet e Bashkuara do ta dërgojnë në mënyrë direkte drejt Ukrainës nëpërmjet rrugëve detare. Por këto rrugë duken edhe janë të rrezikshme. Shembulli më i fundit vjen pikërisht ditën e sotme, ku një cisternë e Turqisë, e cila kishte mbritur në detin e Zi nëpërmjet pikërisht në qytetin e Odesës nëpërmjet detit të Zi, është sulmuar nga dronët dhe raketat ukrainase. 4000 tonë gaz i lëngshëm ndodhej në këtë anije turke të quajtur pikërisht Orinda, dhe
Ka pasur një reagim të ashpër edhe nga Ankaraja zyrtare, e cila ka dënuar sulmin, por frika më e madhe është një shpërthim i mundshëm që mund të ndodhë si pasojë këtij sulmi, ndonse ekipet e emergjencave civile ndodhen pikërisht në terren. Mbrojtja ajrore mbetet një sfidë e vështirë për Ukrainën, e cila po gjen edhe forma alternative të saj përballë mungesës së sistemeve të mbrojtjes, të cilat duhet thënë se kanë edhe kosto të lartë. Kjo është një ndër rrugët e qytetit Kharkiv, Kherson, i cili në fakt shfaqet, i cili është rrethuar në qiejt e tij me ato që ne i njohim si rrjetat metalike, të cilat mund të përdoren në bujqësi, por Ukraina ka përdorur të tilla rrjeta për të ndalur dronët e Rusisë që të godasin autostradat apo objektiva të rëndësishëm, duke përfshirë edhe autobusët me civilë dhe zonat e banuara. Ndërkohë Moska ka vijuar avancimin në frontin e betejës, 3 kanë qenë fshatrat e pushtuara përgjatë 24 orëve të fundit në 3 rajone të ndryshme të vendit. Përditësimi më i fundit i dhënë nga Ministria Ruse e Mbrojtjes flet për 3 fshatra të pushtuar. I pari është në rajonin e Dnipropetrovskit, i cili ndodhet pikërisht pranë lumit Dnipër dhe bëhet fjalë për fshatin Haj, ndërkohë që Platonivka është pushtuar në Donetsk dhe një tjetër fshat i quajtur Dvaritchensk në Kharkiv. Janë këto zhvillime që vinë nga fronti, ndërkohë që Moskva ka vijuar avancimin e saj në Donetsk me gati marrjen e Pokrovskit, por ka pasur një ofensiv të lëshuar ditët e fundit edhe në Zaporizhia, duke detyruar Ukrainën se të tërhiqin nga më shumë se 7 fshatra të ndryshëm. Rusia ka sulmuar me luftën e saj qoftë hibride apo edhe nëpërmjet akteve të sabotazhit edhe ata të cilët janë përfshirë për të ndihmuar Ukrainën. Përgjatë kësaj fundjave ka ndodhur një shpërthim në linjën hekurudhore që udhtojnë trenat mes Varshavës dhe Lublinit. Ka pasur një shpërthim në një njësi të hekurudhës, i cili është vënë re nga një makinist treni që ka arritur të ndalë trenin në kokë. Kjo linjë përdoret për të dërguar gjithashtu edhe ndihma drejt Ukrainës, duke bërë kështu qeverinë polake që dyshoi për një akt sabotazhi. Ishte Donald Tusk, i cili doli ditën e sotme dhe tha se të gjitha të dhënat e drejtanishme tregojnë se ka pasur një implikim të Moskës. Informacioni i fundit, cilin do të raportojmë në Magic Wall, lidhet me situatën e luftës asë më saktë të armëpushimit mes Izraelit dhe grupit militant palestines Hamas në rripin e Gazës. Benjamin Netanyahu ka deklaruar se në asnjë mënyrë ai nuk do të njohë kurse si një shtet palestinez ndonse rezoluta e cila është përgatitur nga Shtetet e Bashkuara dhe do të votohet në mbrëmjen e sotme në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, parashikon qartë mundësinë e lejimit të krijimit të një shteti palestinez në të ardhmen pas vendosjes atje të një administrate ndërkombëtare shumëkombshme e cila do të qeverisë Gazën. Të gjitha që raportuam në Magic Wall do të jenë fokus programit në mbrëmjen e sotme, duke nisur nga Rafal për Ukrainën e deri tek vendimi i Atinës zyrtare për të braktisur Moskën e përqendruar në krah të Washingtonit. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas sigles.